të kaloj pak tek çështja e përfaqësimit. Po. Ka pasur, po më në zgjedhjet e kaluara ka pasur, jo në të fundit kushtimisht, po në të parafundit, pati një përpjekje serioze që të bëhet një parti politike konservatore, natyrisht me afërt me religionin, kryesisht edhe për shkak të 3 ligjeve që po presin atje që kanë të bëjnë me të drejtën për të martuar burr me burr, grua me grua, ligji tjetër që flet për ndrimin e identitetit dhe ligji tjetër që ka të bëjë me të drejtën për të bërë prind pa partner. E para se të kaloj të këto 3 ligjet, a dohet me u kriju një parti e cila, sepse ekziston elektorati i xhamive, dorën zemër. Domethënë, secila parti në një moment caktuar flirton me këtë lloj elektorati. A është më mirë me u kriju një parti, siç ishte lista për familjen ose partia drejtësisë, që ja laj me emrin edhe e përfaqëson aty këtë elektorat? Unë e lutë Allahun e madh ati kofshëm fal që xhamia, po edhe feja nuk bën të instrumentalizohet për arsye politike. Kur është çështje kombëtare, ne e kemi dëshmu vetën në kohë të luftës edhe para saj. Po edhe në shtë ndërtimin e saj, ne jemi pjesë përbërëse integrale, dalëm në votime edhe aty ku na pëlqen programi edhe e shohimi vetën, aty ne do të thotë sikur gjithë qytetarët e barabartë, do të thotë që kanë të drejtë vote dhe kanë të drejtë për ta zgjedhë të parin e atyre cilët kanë me udhëheq edhe kanë me menaxhu edhe kanë me rregullu çështjen jetike të interesit kombëtar dhe shtetëror të popullit tonë, është çështje imediate. Mirë po kjo të instrumentalizohet feja, të përdoren xhamate, të përdoren xhamitë tona, kjo është eksperiencë e cila nuk ka dobi, edhe është e pafrytshme. Për shkak se në asnjë rrethon unë nuk ja kisha dëshiru dhe nuk e kisha pranu në asnjë rrethon, edhe pse shpeshherë na dim të atakohemi pa të drejtë, me tendencë, pa tendencë, me qëllime të mira, pa qëllime të mira, pozitive, negative, mirë po ne duhet ta kemi parasysh. Ato ligje që po presin inshallah kur nuk realizohen ja Rabbel Alamin, se në dëm të shoqënisë absolutisht nuk shkojnë në interesin e kombit ton, as të shtetit ton, pavarësisht që mundohen ata të arsyetohen. Ky është qëndrim i joni fetar, i islamit, po dhe interesit kombit ton. Arben